E le të kujtoj pa nga Zakaria, vetë Zakaria do të thotë kujtes. Domethënë kur ne shikojmë në librin e Zakarias, ne duhet kujtohemi. Edhe Izraeli gjithashtu kujtohej. Tema e Zakarias, e dini cila është ardhja e dytë e Jezu Krishtit. Ne duhet kujtohemi, Zoti ynë erdhi për herë të parë, por Zoti ynë do të vijë përsëri. Ne nuk do të harrojmë kurrë, ne do të shohim fundin, një ditë Perëndia do të kthehet. Ai mbajti fjalë për ardhjen e parë, ai do të mbajë përsëri fjalë për ardhjen e dytë, por gjithashtu ne na jepet ati i tij dhe ati të tij. Edhe thot Zakaria, biri i Berekiahut, biri i Idot. Zakaria do të thot Zoti kujton, Berekiahu, Zoti bekon, edhe Ido në kohën e tij ose në kohën e caktuar. Prandaj është mesazhi i Perëndis për me Zakaria është shumë i fuqishëm. Perëndia do të bekojë. Po në kohën e tij, ai nuk harron këtë gjë. Perëndia nuk harron të bekojë. Po koha e Zotit është koha e përsosur, jo sipas kohës time. Por me siguri ai më shpëtoi, por gjithashtu ai ka një kohë ku ai do të më bekojë, edhe koha e Perëndisë është duke ardhur. Prandaj, shpesh herë keni vënë kur kurajmë njërin tjetrin themi, mundi në Zotin nuk është i kot apo jo? Pse nuk është i kot? Sepse një ditë Perëndia do të na bekojë në kohën e tij. Prandaj ne duhet të qëndrojmë të patundur në veprën e Zotit. Vepra e Zotit është cila është? Të fitosh të humburit me anë të Ungjillit. Sepse mundi në Zotin nuk është i kot. Pra Perëndia do të na bekojë në kohën e tij. A mund të thoni këtë me gjithë zemrën tuaj duke besuar fjalën e Perëndis? Po, Perëndia do të më bekojë në kohën e tij. Perëndia do të më bekojë në kohën e tij. Ne folëm për vizionet, edhe Zakaria pa 8 vizione, ndërkohë që ai bën një ftesë për Izraelin në fillim, ftesa është për të kthyer tek Zoti, pastaj Perëndia i jep 8 vizione dhe këto vizione faktikisht si sfiduese, sepse populli i Perëndis pa të ardhmen, pa se si Perëndia po punon edhe si Perëndia do të ngrënë një ditë Izraelin dhe të vendosë ata në krye. Edhe ata i besuan Perëndis, po pa gjithashtu se si Perëndia do të merret me kombet. Edhe i besuan dhe u çuan, edhe Bibla thotë që ata përfunduan tempullin. Edhe ne jemi në vekimin e 8 e nuk do të përsëris ato që kemi parë deri tani, po vekimi i 8 ose vizioni i 8 është vizioni ku Perëndia jep Zakarias 4 qerre me kuaj që dalin, edhe ata bëjnë diçka, edhe pastaj ne shohim pastaj kurorzimin e Josueut, edhe pastaj kemi Filizin i cili do të ndërtojë tempullin, do të marrë lavdi, edhe gjithashtu do të mbretërojë. Kjo është gjithë pamja e kapitullit 6 në këtë. Po le të kuptojmë pak për karakterin e Perëndis. Është e rëndësishme të kuptojmë karakterin e Zotit dhe Zoti zbulohet në fjalën e tij mënyrën si ai është. Ne mund të mendojmë Zotin në mënyrën tonë. Njerëzit thonë kështu thot Zoti ose kështu është Zoti, po vetëm Bibla përcakton në mënyrë absolute karakterin e Perëndis. Edhe ka shumë gjëra që Perëndia zbulon për karakterin e tij. Ne flasim që ai është i drejtë, ne flasim që ai është i dashur, ne flasim që ai është i hyrshëm, ne flasim që është një Perëndi i shenjtë. Edhe emri i Zotit është karakteri i Zotit. Pra nëse flasim për Zotin, atëherë nëse flasim kush është Zoti, i shenjti, ai është Zoti, po është dhe karakteri i tij, është i lidhur bashkë me të. Tani unë do të flas për një cilësi përpara se të hyjmë te Zakaria 6, të karakterit të Perëndis që është i ngadalshëm në zemrim. I ngadalshëm në zemrim. Kur Zoti dëshironte të zbulonte veten e vet përpara popullit të tij, ajo që ndodh është ai pati një bisedë me Mojsiun. E ndërkohë që patim një bisedë me Mojsiun, ai shpalosi emrin e tij. Pra cili është emri i Zotit? Emri i Zotit është karakteri i Zotit, ajo që Zoti është. Edhe kur shpalosi emrin e tij, Bibla thotë, atëherë tek Eksodi 34 thotë, atëherë Zoti zbriti në rend dhe u ndal aty pranë dhe shpalli emrin e Zotit. Pra emri i Zotit është karakteri i Zotit, ajo që Zoti është. Dhe Zoti kaloi pranë tij Mojsiu dhe thirrri, Zoti Perëndia i përjetshëm. Pra Perëndia i përjetshëm. Ky është emri i tij, i përjetshëm. E dini si e ka emrin Jezusi? Unë jam. Unë jam dje, unë jam sot, unë jam në të ardhmen. Unë nuk ndryshoj, unë jam i përjetshëm. Edhe pastaj thot i mëshirshëm dhe i dhëmshëm, i ngadalshëm në zemrim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri. Pra kur Perëndia zbulon veten e tij, nëse doni të njihni Perëndin, atëherë Perëndia është ashtu siç e zbulon Bibla. Edhe Perëndia zbulon veten e tij në fjalën e tij, si e zbulon? I përjetshëm, e zbulon i mëshirshëm, i dhëmshëm, i ngadalshëm në zemrim, i matë në mirësi. Edhe po flas për këtë cilësi, cilësia e Perëndis kur ai zbuloi emrin e tij, ndër cilësitë e tjera që kishte, tha edhe këtë, unë jam një Perëndi i ngadalshëm në zemrim. Kjo gjendet shpesh në shkrimë. Edhe Bibla thotë Psalmi 103, është një psalm i njohur, në vargun 8 thotë Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemrim dhe i matë në mirësi. I ngadalshëm në zemrim do të thotë që ai nuk zemërohet shpejt. Po pse do të zemërohet Zoti?
Zoti zemërohet sepse ne sillemi në mënyrë të padrejtë me të. Edhe kur ne sillemi në mënyrë të padrejtë me të, çfarë ndodh? Ai nuk bie siç e kyç mbi kokë. Nëse Zoti do të ishte njëri me siguri, nuk do të ishte kjo cilësi. Sepse ne si njerëz nuk durojmë shumë. Durojmë, pastaj e di çfarë? Mase merr fund durimi. Disa mase nuk durojnë fare, edhe menjëherë bam shpuz. Por Zoti është i ngadalshëm, kështu e zbulon veten e tij. Edhe thot, ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemrimin gjatë, domethënë. Ai nuk na trajton siç e meritojmë mëkatet tona. Mendoni pak, paga e mëkatit është vdekja. Vetëm të kalojmë pak gjithë marsin që iku. A ju ka trajtuar Zoti siç e meritoni ju me mëkatet tuaja? Apo ju ka trajtuar me hir? Ky është Perëndia. Ai është i hirshëm, ai është i ngadalshëm në zemrim. Edhe vazhdon thot, dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Imagjinoje sikur sa herë që ne bëjmë një gabim, bam në kokë. Nuk e ka bërë këtë, por po flasim për Perëndin. Sepse sa të lartë janë qiejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Edhe pasaj vargu më poshtë, ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Edhe gjithashtu në Psalmi 145, Zoti është i dhemshur dhe mëshirplot, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. Vini re, ngadalshëm në zemrim shoqërohet me mirësinë mbrapa. Në vend që të zemërohet, shfaq mirësi. A mund të imagjinoni këtë? Në vend që të zemërohet, shfaq mirësi. Edhe thot, patjetër që ai zemërohet, por është i ngadalshëm. Edhe thot, Zoti është i mirë me të gjithë. Domethënë nuk është i mirë vetëm me Zanin. Lapti Zotit është i mirë me secilin prej jush. Ai në mirësinë e tij, ai ju shoqëron, ai ju udhëheq, ai është ai që kujdeset për të gjithë ne, me të gjithë, madje edhe me të pashpëtuarit. Dhe plot dëmshuri për të gjitha veprat e tij. Tani ajo që ndodh është nëse shikon tek Nehemia. Nehemia zbulon se si Zoti është sjell me Izraelin gjatë gjithë kohës. Edhe Izraeli është populli i Perëndis, edhe Izraeli si një kom pikturon një besimtar, të rilindur në dhjatën e re. Jo individet, po si një kom, si një popull. Edhe Bibla thotë e Nehemia 9:17 thotë, kundërshtuan të bindeshin dhe nuk kujtuan mrekullit që ti kishe bërë midis tyre. Izraeli ishte rebel me Zotin. Edhe vazhdon thotë, ngurtësuan për kundrasi zverkun e tyre. Edhe thotë, në rebelimin e tyre zgjodhen një kryetar për të kthyer në skllavërinë e tyre. Pra mënyra si Izraeli u soll ishte shumë keq. Ata thanë, le të bëjmë një kryetar, le të kthehemi në Egjipt, le të shkojmë në botë. Çfarë duhet të bëj Perëndia me këtë popull? Edhe Zoti thotë, por ti je një Perëndi i gatshëm të fal. A nuk është e mahnitshme? Ky është Perëndia. Edhe thotë, shpirt madh, plot mëshirë, i ngadalshëm në zemrim dhe vinire dhe plot mirësi. Nuk e ke praktikë. Domethënë në mëkatet tuaja, në mëkatet tona, për gjithë marsin, për shkurtin, Perëndia është shfaqur, ashtu si zbuluar në shkrime. Perëndia nuk ndryshon. Ai ka qenë i durueshëm me ne. Edhe kur ne kemi u sforcuar zverkun. Ju ka ndodhur ndonjëherë të forconi zverkun sepse doni të bëni atë që është mëkat. Edhe kur keni forcuar zverkun. Ai çfarë do të bëj? Thot, është i gatshëm të fal. Edhe thot, shpirt madh, plot mëshirë, i ngadalshëm në zemrim, plot mirësi. A nuk është e mrekullueshme që Zoti nuk është si njeriu? A nuk është e mahnitshme? Po të ishim neve në vend të Zotit, në kokë do të kishim rënë të gjithëve. Më thoni që në base ndonjëri mund të ishte pak më i mëshirshëm se tjetri, po di çfarë, asnjëri nga ne nuk ishte durimin e Zotit. Të gjithë, domethënë, nuk mund të matemi me durimin e Perëndis, ai ka një durim të madh. Po nuk është i durueshëm vetëm me të shpëtuarit, me popullin e tij, por është i durueshëm me të pashpëtuarit. Prandaj ne këndojmë atë këngë. Ti je plot mëshirë, ngushëllim dhe hir. Edhe kënga thot, me dashurinë tënde më ke rrethuar. Një dëshirë të zjarrt kam të shoh ty një ditë dhe të jem me ty në përjetësi. Pse? Sepse ai është i tillë. Nuk ka asnjë si Perëndia ynë.
Po shikoni me Jonën, si zbulohet tek libri i Jonës, si zbulohet karakteri i Zotit ndaj të pashpëtuarve. Edhe libri i Jonës në kapitullin 4 thot, por kjo nuk e pëlqeu as pak Jonës i cili u zemrua. Çfarë nuk e pëlqeu Jonës? Nuk e pëlqeu që pse Zoti nuk ndëshkoi Ninive. Pse u tregua Zoti ngadalshëm në zemrim e Ninive. Edhe thot, kështu ai i lut Zotit duke thënë, a Zot, a nuk është vallë kjo që unë thoja kur isha akoma në vendin tim, prandaj i ka në Tarshish. E di pse iku Jona në Tarshish, ja ku jepet motivi. Sepse ai e dinte nëse do shkonte në Ninive, Ninive ishte mëkatar, Ninive ishte keq, edhe mëkatet e tyre kishin arritur përpara Zotit. Edhe Jona tha, unë do vetë të predikoj, por e di çfarë? Ninive do pendohet. Por nëse Ninive pendohet, Zoti do t'i falë ata se ishin mëshirshëm. E di çfarë? Unë do iki nuk predikoj fare. E çfarë do bëj Zoti? Do t'i ndëshkoj ata. Pse? Sepse nëse nuk pendohen, Zoti do merret me ta. Edhe Zoti tha, prit Jona, përpara se unë t'i gjykoj ata, dilni herë predikoj fjalën. Jo. Edhe iku në rebelim ndaj Perëndis. Edhe Zoti çfarë bëri? U mor me atë. Edhe çfarë tha? Ndryshoi mendsin. Këta njerëz po janë mëkatar, ka nevojë që të shpallet fjala, ka nevojë që çfarë? Të përgjigje përpara Perëndis. Edhe Jona pa çfarë ndodh? Kalon në barkun e peshkut edhe Zoti pasaj e nxjerr përsëri, jep mundësi për herë të dytë edhe vete në gjithë qytetin e thot, edhe 40 ditë Ninive do shkatërrohen. Predikoj edhe është profet. Në qoftë e dini si dallohet një profet nga ana e Zotit, në qoftë se ai thot diçka për të ardhmen, edhe ndodh Zoti i ka thënë. Por në qoftë se ai thot dhe nuk ndodh, është profet i rrem. Edhe Jona doli profet i rrem. Në fakt nuk ishte profet i rrem. Por doli profet, edhe nuk i pëlqeu kjo, edhe nuk i pëlqeu që Perëndia ishte i mëshirshëm me armiqtë e Izraelit. Ai donte të ishte i mëshirshëm me ne. A dini çfarë? Ndonjëherë ne nuk jemi njësoj si Jona. Ne nuk duam që Perëndia të derdh mëshirë mbi disa mëkatarë që na i bien majt hundës. Ne duam që Zoti të bie në kokë atyre. Por Zoti është i mëshirshëm. A nuk bën Zoti të dalë dielli mbi të mirët e mbi të këqijt apo jo? A nuk bën Zoti që të bjerë shiu mbi të mirët dhe të këqijt? A nuk thot kështu në fjala e Perëndis? Edhe shikoni si vazhdon Jona. Prandaj ka në fillim në Tarshish sepse e dia që një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemrim me kë? Me paganët, po me popullin e tij po është karakteri i Zotit. Edhe thot me shumë dashamirësi dhe që pendohesh për të keqen e hakëruar. Kjo është ajo durimi i Perëndis, ngadalshmëria e tij në zemrim, nuk është dobësi. Mos e merrni si dobësi. Durimi i Perëndis, ngadalshmëria e Perëndis në zemrim, është me një qëllim që Perëndia të lër mundësi të thrasë atyre që ata të kthehen, të pendohen e të kthehen te Zoti. Durimi për të pashpëtuarit që të shpëtohen. E dini që po vdiqen ata nuk kthehen dot më. Perëndia duron gjatë. Durimi ndaj të shpëtuarve që ecin në mëkat, sepse këtë është, domethënë, sepse çfarë, ku do të derdhet zemrimi? Mbi atë që ecën në mëkat. Durimi i Perëndis ndaj të shpëtuarve që ecin në mëkat është që Zoti është sepse Zoti dëshiron që ata të pendohen e të kthehen te Zoti, në vend që të gjykohen. Prandaj nuk do të marr si dobësi, sepse vini re, ai që ngadalshëm në zemrim, po pastaj çfarë thot? Dhe i pasur në çfarë? Në mirësi. Po pse në mirësi? Sepse mirësia e Perëndis prin në pendim. Dhe Bibla thot te Romakët 2, apo përçmon pasuritë e mirësisë së tij. Domethënë Zoti që ngadalshëm në zemrim edhe çfarë? Derdh mirësi dhe mirësi. A nuk ka qenë mirë Zoti me ne gjithë muajin e kaluar? I mirë. Ai derdh mirësinë, mirësinë. Sepse mirësia e Perëndis thot Bibla, edhe thot prin, ose na drejton që të pendohemi edhe ja, Zot, ti më ke trajtuar mua me kaq mëshirë, kush jam unë? E dini çfarë tha Ruthi? Ruthi shkoi në art edhe po mblidhte, edhe Boazi tha, lërini që të bien kallza pas asaj. Edhe pasaj tha, bia ime, i tha Boazi, shko, atje ku janë ata, ku të t'jem punëtor, pi gjithashtu. Edhe u kujdes dhe i foli me ëmbëlsi. Edhe Ruthi tha, kush jam unë, një huaj, që ti më trajton me kaq mirësi. Kështu na trajton Perëndia ynë. Po qëllimi i Perëndis është që të na prinë në pendim. Tek Joeli 2:13 Bibla thot, grisni zemrën tuaj dhe jo rrobat tuaja, dhe kthehuni te Perëndia juaj, sepse ai është i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemrim. Sepse
Perëndia është i ngadalshëm në zemrim, arsyeja është grisni zemrën, ktheuni te Zoti. Arsyeja e ngadalshmërisë në zemrim është që njeriu i Perëndis të mos vazhdojë më në mëkat, po të pendohet e të kthehet te Zoti. Prandaj mirësia e Perëndis prin në pendim. Ne nuk duhet që të hedhim poshtë fakti që Zoti ka qenë shumë i mirë me ne gjithë marsin, edhe çfarë nuk na ka trajtuar sipas mëkateve tona, e të hedhim poshtë e të vazhdojmë kështu gjithë prillin. Sepse pse Zoti është i ngadalshëm në zemrim? Që të mund të pendohemi, të kthehemi te Zoti, edhe thot dhe të pendohet për të keqen që ka dërguar. Domethënë Zoti ka mirësi në dorë. Edhe e lëshon mbi njerëzit e tij, edhe nuk trajton, por e dini çfarë, një ditë mirësia do të mbarojë, dhe kur mbaron mirësia, sepse Zoti ka një durim, atë ka gati në dorë thuprën. Atë zgjidhni thuprën ose mirësinë. Por ai është i mirë, nuk na ka rënë në kokë me njëherë. Por kjo është domethënë, ajo që ndodh me Zotin. Perëndia dëshiron që të njohim karakterin e tij. Ai është i ngadalshëm, sepse ai dëshiron që të na kthejë tek vetja, të kthehemi te Zoti. Prandaj është mirësia e Zotit, po edhe me të pashpëtuarit. Shikoni çfarë thot Pietri. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, si disa besojnë se ai bën, por është i durueshëm. Sa njerëz të pashpëtuar na rrethojnë. Çfarë mëkatesh nuk bëjnë ata, dhe bëjnë ata lloj. Por Zoti është i durueshëm, sepse nuk do që të humbasin. Asnjë. Por të gjithë të vinë në pendim. Prandaj dëshmëria e Zotit, ose ngadalshmëria e tij në zemërim, na shoqëron me mirësi. Mirësia na prin në pendim. Pendimi është të shpëtohemi nëse jemi të pashpëtuar, edhe gjithashtu të kthehemi te Zoti nëse po ecim në mëkat. Kjo është ajo që ndodh me këtë gjë. Por Perëndia nuk është pafundësisht i padurueshëm. Nuk thot është i pafundëm i paduruar. Ai duron, e durimi i tij ka fund. Ai derdh herë, edhe ka një fund gjithashtu. Ai jep mundësi pas mundësie, po ka një fund gjithashtu. Nëse njeriu nuk përgjigjet mirësisë së Zotit, atë do përballet me thuprën e Zotit ose zemrimin e Zotit. Edhe një gjë është, Zoti është edhe një Perëndi i drejtë, edhe një Perëndi i dashur. Shikoni si thot me Izraelin. 2 Kronika 36, 15-16. Zoti Perëndia i jetëve të tyre u dërgoi atyre që në fillim me këmbgulje paralajmëri me anë të lajmëtarëve të tij. Sepse, vini re, pse? Kthehuni, nuk i trajtoi siç e meritoni, nuk i trajtoi në bazë të mëkateve të tyre, nuk i trajtoi me gjykim. Po tha, kthehuni, pse? Sepse donte të shpëtonte popullin e tij. Pra, arsyeja pse Perëndia të lë ty në mëkat për një kohë të gjatë, pa të ndëshkuar, është sepse ai dëshiron ty që ti të kthehesh. Por ai, e dini çfarë ndodh kur hapni Biblën, Zoti të flet. Frymashë gjithashtu trishtohet kur ju mëkatoni, kur ne mëkatojmë. Fjala e Perëndis na predikohet edhe ne dëgjojmë. Por ne duhet të kuptojmë që arsyeja pse Zoti bën këto gjëra në mënyrë të vazhdueshme është sepse na do. Edhe është sepse ai do të na shpëtojë, që të mos kalojmë tek thupra. Por ata u tallën me lajmëtarët e Perëndis. Përçmuan, thot fjalët e tij, Biblën. Dhe vu në loj profetët e tij. Kështu e thonë këta, kështu thot Zani. Lërë Zanin. Në fakt, në qoftë se është për Zani, lërën i Zanin. Por në qoftë se është për fjalën e Perëndis, dëgjojeni atë që Zoti thot. Pra ndë shumë e rëndësishme këtë. Derisa, thot Bibla, zemrimi i Zotit kundër popullit të tij arriti në një pikë që nuk kishte rrugdalje. Edhe Zoti i dha mëshirë Zanit, e Zani hedh poshtë Biblën, e hedh poshtë lajmëtarët e Zotit, e hedh poshtë frymën e Zotit, edhe hedh. Edhe Zoti e lë, domethënë Zani e lë Zotin pa një rrugdalje, sepse nuk do. Atëherë, ai bëri të dalin kundër tyre mbreti Kaldeasve, që vrau me shpatërinë e tyre në shtëpinë e shenjtërore së tyre, pa pasur mëshirë. Vëra mëshira është dukur këtu. Pa pasur mëshirë për të riun, për virgjëreshën, për plakun, ose për floktinjurin, Zoti i dha të gjithë.
Edhe dini çfarë ndodhi me Izraelin shkatruar. Nga ana praktike, ne nuk humbi birërim. Por e dini çfarë thot Hebrejnë 12? Në qoftë se nuk dëgjojmë këshillën, nuk dëgjojmë fjalën, nuk dëgjojmë këshillën, nuk dëgjojmë fjalën, Perëndia merr thupë. Por nuk duhet të abuzojmë, sepse Zoti është i durueshëm, sepse Zoti është ngadalshëm në zemrim, nuk duhet të abuzojmë me këtë. Shikoni pak, edhe me të pashpëtuarit të shenjta gjë, Zanafilla 15-16, po në brezin e 4, ata do të kthehen këtu sepse padrejtia e Amorejve se ka arritur ende kulmi. Domethënë kur Amorejt edhe anë kombet që Izraeli i shkoi dhe i pushtoi. Edhe njerëzit thonë, pse duhet pushtuar toka e Kananit? Ata janë aty, ata duhet banojnë aty. Ata janë ata që duhet të dëgjojnë, duhet Zoti ti trajtoj njësoj si gjithë banorët e botës. Pse duhet të shkatronte Zoti ata? Edhe Zoti me anë të Josueut i shkatroi ato kombe. E dini pse i shkatroi? Sepse ata vit pas viti, brez pas brezi, refuzuan të mund të dëgjonin mirësinë e Zotit që i printe ata të pendoheshin të ta linin të keqen. Edhe Bibla thot kur arriti kulmi, Perëndia çfarë bëri? Me anë të Josueut i kërkoi të shfaroseshin. Por Zoti nuk është i padrejtë, sepse nuk e di historinë, kjo nuk do të thotë që Zoti është i padrejtë. Ai gjithmonë është i drejtë. Por ai duroi me to kombën e Kananit. Edhe Zoti tha, do të shfarosni 7 kombe në tokën e Kananit. Pse? Ashtu si Zoti përmbysi gjithë botën dhe shpëtoi vetëm Noeun. Pse? Ashtu Perëndia merr edhe me ne, në qoftë se ne refuzojmë, e dini çfarë, ne zgjedhim. Mund të besoni atë që them ose mos e besoni. Perëndia do të bëjë ashtu siç është me karakterin e tij. Ai do të duroj, edhe do ju duroj. Por në qoftë se e përçmoni durimin e Zotit, përçmoni mirësinë e Zotit, edhe e bëjmë këtë gjë në jetën tonë, edhe unë e bëj dhe ju e bëni, të përballemi me thupën e tij, është e sigurt. Edhe gjithashtu tek Zanafilla 6 vargu 5, dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe tërë synimet e zemrës së tyre nuk ishin vetë e keqa në çdo kohë. Pra kur njerëzimi arriti pikën pa rrugdalje, për gati mbi 1000 vjet, që ishin populluar dhe ishin miliarda njerëz, siç jemi sot. Miliarda njerëz, fjalë për fjalë. Mund të studiojmë një ditë tjetër këtë gjë, por popullsia në kohën kur u përmbyt Noeu ishte më shumë se sa popullsia sotme. Më shumë se 7 miliard njerëz. Edhe ishin minimumi 10 miliard. Edhe ajo që ndodh është Perëndia përmbyti miliarda njerëz, e shpëtoi vetëm Noeun me familjen e tij. Pse? Sepse Zoti duroi. Bibla thot 120 vjet Noeu predikoi drejtësinë. Pendohuni, pendohuni, pendohuni. Ata refuzuan. Edhe Bibla thot, okay. Dhe qielli u hap, edhe rashi, edhe çdo qenie e gjallë u mbyt. Sepse zemërimi i Zotit është paq i thellë sa dhe dashuria e Zotit. Nuk është thjesht e lehtë, po Zoti është e mirë, është e mirë. Po nuk është vetëm i mirë. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm me këtë, kur kuptojmë si është Perëndia e Biblës. Te Zakaria 6 thot, tani pse i thash tërë këto gjëra. Te Zakaria 6 vini re diçka. Pastaj i më thirrri dhe më foli duke thënë, ja, ata që po shkojnë drejt vendit të veri e kanë qetësuar frymën time mbi vendin e veriut. Duket si këta kalorësi që dalin, sjellin diçka në tokë. Edhe ajo që sjellin qetëson frymën e Zotit. I jep paqe Perëndis. Edhe kur studiojmë këtë fjalë, është tek Eksodi 20:11, sepse në 6 ditë Zoti i krijoi qiellin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e 7 pushon. Perëndia pushon, edhe Perëndia merr lavdi dhe ai ka paqe. Është qetësi. Ezekieli 5:13. Kështu unë do të shfryj zemrimin tim dhe do të kënaq mbi ta tërbimin tim. Dhe do të jemi qetë. Domethënë Zoti qetësohet kur ai derdh zemrimin. Ai derdhi zemrimin mbi miliarda njerëz në ditën e Noeut, u qetësua. Dhe Zoti i tha Josueut, shfarosin e ato kombe. Edhe shfarosi atyre kombeve qetësonte Zotin. Edhe Zoti çfarë bëri? Solli zjarr
mbi Sodomën dhe Gomorën. Edhe zjarri i rëmbi to qetësoi Zotin. Por të dinim, nuk është këtu pika e historisë. Fillimi i historisë është Zoti i ngadalshëm në zemrim. I ngadalshëm në zemrim. I ngadalshëm në zemrim. Nuk na trajton siç e meritojnë. I ngadalshëm në zemrim, derdh mirësi, derdh mirësi. Dhe mirësia e tij është për të na kthyer tek Zoti, edhe nëse jemi të pashpëtuar për që të pendohemi, edhe të shpëtohemi. Po kur nuk ka rrugdalje, Zoti mbushet dhe mbushet me indinjat, thot Bibla. Edhe ai në ditë derdh zemrimin. Kur ai derdh zemrimin, ai pasaj qetësohet. Kjo është ajo që në Zoti na jep. Sot do të shohim qetësimi i frymës Perëndis. Është e nevojshme për këtë hyrje për të kuptuar Perëndin. Qetësimi i frymës Perëndis, Zakaria 6. Le të lexojmë ato vargje. I çova përsëri syt dhe shikova dhe ja 4 qerre dilnin midis 2 maleve. Dhe malet ishin male prej bronzi. Në qerrën e parë kishte kuaj të kuq, në qerrën e dytë kuaj të zinj, në qerrën e tretë kuaj të bardhë dhe të katërt kuaj shumë laraman. Atë nisa ti them engjëll që fliste me mua, im Zot, po këta. Engjëlli përgjigj, këta janë 4 frymërat e qiellit që dali pasi kanë qenë nga pranitë të Zotit të mbardheut. Qerrja me kuaj të zinj shkon drejt vendit të veriut. Kuajt e bardhë ndjekin kuajt laraman shkon drejt vendit të jugut. Pastaj përparojnë kuajt me ngjyrë të kuqe të ndezur dhe kërkojnë të shkojnë për të përshkruar dheun. Ai tha atyre, shkoni përshkroni dheun. Kështu ata përshkruan dheun. Pastaj ai më thirrri dhe më foli duke thënë, ja ata po shkojnë drejt vendit në veri e kanë qetësuar frymën time mbi vendin e veriut. Pastaj fjala e Zotit mu drejtua duke thënë, prano dhurata nga mërgëntarët, domethënë nga Heldai, nga Tobiahu, dhe nga Jehdajahu, që kanë ardhur nga Babilonia dhe që po sot kanë shkuar në shtëpinë e Josias, birit të Sofoniat. Merë argjendi dhe arin, dhe bëj kuror me to, dhe vëri mbi kryet e Josueut, birit i Jehocadakut kryepritit. Pastaj folja ati duke thënë, kështu thot Zoti i ushtrive, ja burri emrit të cilit është Filiz, do të filizoj vendin dhe do të ndërtoj tempullin e Zotit. Po ai do të ndërtoj tempullin e Zotit, do të mbulohet me lavdi dhe do të ulet e do të mbretërojë mbi fronin e tij. Do të jetë një prift mbi fronin e tij dhe midis të dyve, mbretërisë dhe priftërisë, do të ketë një këshill paqe. Kurora do të jetë një kujtim në tempullin e Zotit për Helmin dhe për Tobiahun për Jehudajahun, Heninin, birin e Sofoniat. Edhe ata që janë larg do të vinë për të adhuruar për ndërtimin e tempullit Zotit, po flet për ju hebrejnë, atë do të pranoni që Zoti i ushtrive më ka dërguar tek ju, po flet për Jezusin që erdhi, por ata nuk e pranuan. Kjo do të ndodhë nëse do të bindeni me zell zërit të Zotit Perëndis tuaj. Le të fillojmë me vargun e parë, thot, ai shikon edhe shef 2 male prej bronzi. 2 male prej bronzi. Gjë e parë që ne shohim është që Perëndia fillon këtë vegim me gjykim. Me gjykim, edhe jemi në kontekstin e kohën e mundimeve. Me gjykim, po malet prej bronzi, edhe bronzi është një pikturë në fjalën e Perëndis, edhe pikturon gjykimin. Për shembull, nëse shikoni te gjyqtar 16, Perëndia ka një njerëz që gjyqtari i tij është Sansoni, edhe ai lind një nazireo, edhe duhet që jeta e tij të ishte një nazireo, po ai theu rregullat e nazireatit, edhe ajo që ndodhi është që ata e vendosën në pranga prej bronzi. Perëndia po vendos gjykim tani mbi këtë njerëz që theu rregullat vazhdimisht, duke ecur në mish. Nëse shikoni jetën e Sansonit, nuk është një jetë për të pëlqyer, por ai përfundon në pranga prej bronzi, përfundon me gjykim. Gjithashtu 2 Mbretë 25:7, Bibla na tregon që mbreti Sedekia, pasi nxjerrin syt, edhe e dini çfarë ndodh. Izraeli është paralajmëruar nga Perëndia, mos ktheuni te Zoti, lërini Perëndit, lërini mëkatin, ktheuni te Perëndia juaj. Edhe derisa arritin në pikë pa rrugdalje apo jo. Edhe çfarë ndodh? Dhe ky mbret është kapur me pranga bronzi, sepse bronzi pikturon gjykimin. Edhe dini që altari në tabernakull ishte një altar prej bronzi. Sa hyje duhet të shihje këtë altar dhe si pikturë e kujt? E Kalvarit, ku qengji Perëndis u flijua, sepse aty flijoheshin qenjat. Edhe ajo që ndodh është në kryqin e Kalvarit ne kemi gjykimin e Perëndis për mëkatin. Prandaj kur kemi këto 2 male dhe këto kuaj dalin nga malet prej bronzi, sipas interpretimit të Biblës, jo imi, është kemi gjykimin e Perëndis që derdh mbi tokë, sepse janë 4 erat edhe janë 4 skajet e tokës. Perëndia po sjell gjykim mbi tokë.
Po e dini gjithashtu tek numrat 9:21, Mojsiu ngriti një gjarpër, edhe gjarpër që ngriti Mojsiu ishte prej bronzi. Sepse kështu thot Bibla, Mojsiu bëri një gjarpër prej bronzi, thot, që kushdo që të shikonte drejt gjarpërit, do të mund të jetonte. Por ne dim që Zoti Jezu Krisht kur ishte në tokë, te Gjoni kapitulli 3, ai citon atë. E citon numrat, edhe citon te Gjoni 3 në vargu 14 thot, dhe ashtu si janë dy vargje qelës në Bibël, që Perëndia na mëson përmes krahasimeve. Ashtu si Mojsiu ngriti gjarpërin prej bronzi në shkretëtir, kështu do të ngrihet biri i njeriut. Dhe Jezus ishte në një kryq, gjarpëri ishte gjithashtu i vendosur lart, është shenja farmacist, vendosur lart, që kushdo që do të shifte nga gjarpëri, do të mund të jetonte. Edhe Jezus tha, unë do të ngrihem ashtu si gjarpëri në një bronz. Edhe ajo që do të ndodhe, çfarë do të ndodhë? Ai u bë mallkim për ne. I shenjti Perëndis mori mëkatin tim. I shenjti Perëndis mori mëkatin tuaj. Edhe ai u bë mallkim sepse zemërimi i Perëndis u derdh mbi të. Prandaj bronzi pikturon gjykimin e Perëndis. Gjykimin e Perëndis. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, thot Bibla, sepse u bë mallkim për ne. Ai vetë barti mëkatet tona në trupin e tij në drurin e kryqit. Kjo është ajo që shohim, edhe sa po kisha të merret, ka një kohë që është duke ardhur. Koha që duke ardhur është koha e mundimeve. Është koha e gjykimit. Perëndia do të sjellë gjykim mbi tokë. Ashtu si solli gjykim në ditët e Noeut, kur ai u mor me njerëzimin, Perëndia do të sjellë gjykim pasi kisha të rrëmbehen. Ne e dim që kisha nuk do të kalojë mundimet, sepse ai e ka hequr zemërimin e Perëndis mbi ne. Pse? Sepse Krishti mori zemërimin ton. Sepse Bibla thotë që mjerimet vinë në kohën e mundimeve. Edhe Zoti derdh zemërimin e tij mbi tokë, me bula, trumbeta, nëse keni lexuar librin e zbulesës, është vërtet një libër i frikshëm. Po është një libër i vërtet. Sepse Zoti derdh zemërimin, po kisha shërmbyhet e zbulesa 4, pastaj shikon pamjen në qiell, fronin edhe shef ata pleqë rreth rrotull, pastaj kemi kapitullin 5 ku na tregohet se si ne jemi mbledhur aty dhe adhurojmë Zotin, dhe në kapitullin 6 ne na jepet pastaj gjithë koha e mundimeve që zhvillohet aty. Por kohët që jetojmë ne janë të vështira. Janë të vështira. Kohët që ne jetojmë ne. Pali në frymëzimin e frymës së shenjtë, ai shkruajti Timoteut dhe i tha që në ditët e fundit të kishës do të vinë kohë të vështira. Ditë të trazuara. Edhe ne jetojmë në ditë të trazuara. Edhe thotë, e dije këtë se në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Njerëzit do të jenë edhe lista e njerëzve. Gjithmonë njerëzit kanë qenë egoist, po tani është mëkati shumuar, si në kohën e Noeut, edhe vazhdon të shëmohet, do të jenë egoist. Do më thënë, njerëzit duan vetëm veten e tyre, flasin vetëm veten e tyre dhe uni është vendosur në krye. Unë të mijat, unë, imja, gjithçka është rreth vetes. Edhe pastaj thotë, do të jenë lakmues parash. Të gjithë janë të fokusuar, Perëndia e tyre është paraja. Në mënyrë të çmendur. Vetja, në mënyrë të çmendur, paraja. Pastaj thotë, burravec. Shikojeni këtë dhe hidhni sytë rreth rrotull njerëzim. Pastaj thotë, krenar. Rrallë gjeni njëri të përullur. Rrallë. Blasfemues. Nuk duan t'ja dim për Zotin. Të pabindur ndaj prindërve. Brezi ku jam rritur unë, na konsiderojnë të pabindur. Po më dëgjoni pak. Brezi i fëmijëve tuaj mendoj që është goxhan ndryshime në brezin tim. Në mos, njerëzit të fëmijët do të gjesh që janë mbreti. Edhe prindit kanë rënë përmbys. Fol mbret, hape gojën na, hape gojën na, hape gojën na. Do fëmija na, do fëmija na. Fëmija është mbreti. Të pabindur, ata janë rebel ndaj prindërve. Mos mirënjohës, të paudhë, të padhemshëm, të papajtuesëm, shpefës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, tradhtar, kokshkret, fodur, dëfrimdashës. Vetëm të dëfrehen. Më fort se perëndidashës. Më fort se perëndidashës. Të perëndishëm në dukje. Përpiqen të jenë fetar. Do ta mbajnë Ramazanin. Edhe do të vinë në kish. Po më hojnë fuqinë e tyre. Edhe Bibla thot, dhe Zoti pa që ligësia ishte e madhe, thot. Arriti kulmin. Edhe Perëndia dërgoi shiun.
2 Timoteus 3 thotë, dije këtë në ditët e fundit vijnë kohë të vështira. Motra dhe vëllezër, ne jetojmë në kohë të vështira. Shumë të vështira. Nuk është e lehtë me këta njerëz që na rrethojnë. Edhe kjo faktikisht fatkeqësisht na ndot edhe neve. Mënyra si jeton bota na kërkon edhe neve të jetojmë si ata. Është një tërheqje edhe për ne. Por po arrin kulmi që do të thotë, e dini kuptoni diçka, që do të thotë që zemërimi është në prag. Dhe nëse zemërimi është në prag, kisha të merret, sepse Zoti e mori zemërimin për kishën. Dhe bota do të kalojë gjykimin e Perëndis. Mos mbyllni syt nga realitetit që ne kemi përpara ne. Sot njerëzimi po arrin pikën pa rrugdalje dhe Perëndia do ta rrbejë kishën dhe do të derdhë zemërimin e tij. 1 Tesalonikasit 1:10 thotë, dhe për të pritur prej qiejve birin e tij, të cilin ai e ringjalli për së dekurish Jezusin, që na çliron nga zemërimi që po vjen. Zoti po vjen të marrë kishën, sepse do ta çlirojë nga zemërimi që po vjen. Zoti është duke u përgatitur të derdhë zemërimin e tij mbi tokë. Kjo botë mëkatarësh që tallin, fyejnë edhe përbaltin. E dini po përballet me çfarë? E dini çfarë përballet tani? Me ngadalshmërinë në zemërim të Zotit. Po përballet me mirësinë e Zotit. Edhe Zoti është i mirë. Pse? Sepse nuk do që ndokush të humbas. Por durimi do mbaroj. Është e rëndësishme të kuptojmë këtë. Kisha do të rrëmbehet, e Parathesalonikëve 4, Pali shpjegon këtë, edhe thotë që një ditë Perëndia do të rrëmbejë të gjitha ata që kanë fjetur në Krishtin, nuk i quhen të vdekur. Çdo njeri që që është i rilindur, që ka vdekur, që nga koha e Krishtit, e deri ditën që do të rrëmbehet kisha, çdo njeri do të ngrihet nga vdekja. Me një trup të lavdishëm. Trupi i lavdishëm nuk do të ketë dhimbje, nuk do të ketë vuajtje, nuk ka nevojë të hajë, nuk do të ketë sëmundje, do të jetë si trupi i Zotit. Por gjithashtu Bibla thotë që ne nuk duhet jemi të paditur për këtë. Por ne që jemi gjallë, dhe unë besoj që ne jemi brezi që jemi gjallë, dhe ne do të shndrohemi në çast, thotë Bibla. Edhe vargu 21, pastaj ne të gjallë që do të kemi mbetur do të rrëmbehemi bashkë me ata që sapo rrëmbyen, sapo mbyll syt, për të dalë përpara Zotit në ajër, dhe kështu mund të jemi për herë me Zotin. Lavdi Zotit. Po ndërkohë që ne rrëmbehemi, jemi për herë me Zotin, bota do të përballet me zemrimin e Zotit. Bota do të përballet me mirimin. Prandaj, çfarë do të ndodhë më pas? Nëse Zoti do të marrë kishën në 2025-ën, çfarë do të ndodhë më pas? Ajo që do të ndodhë në bashkë Zakaria 6. Këtë po përpiqemi të themi. Po përpiqem të hyj në kontekstin e qartë të shkrimeve ku Zoti po na çon te Zakaria 6 në ditët e sotme që ne të kemi të qartë pamjen. Edhe kjo është ajo që gjen edhe te zbulesa 6. Bronzi është pikturë e zemrimit të Perëndis. Qerret janë pamje e kohës së mundimeve. 4 qerre, 4 ngjyra kuajsh, që dalin nga bronzi, që dalin nga gjykimi, edhe vinë edhe kalojnë gjithë tokën. Edhe pasi kalojnë gjithë tokën, Bibla thotë, fryma e Zotit qetësohet. Domethënë sjellë gjykim. Edhe shikoni te zbulesa 6, po e keni lexuar librin e zbulesës, do të vini re që ka një lidhje të ngushtë midis zbulesës 6 dhe Zakarias kapitulli 6. Do të vini re që ka kuaj të kuq, kuaj të zi, kuaj të bardhë, edhe gjithashtu të murëm ose të hirë. Edhe shikojmë ato së bashku. Te zbulesa 6, ne kemi qengjin e Perëndis që është Zoti Jezu Krisht që hap vulat. Edhe Bibla thotë, dhe i çova sytë dhe shikova dhe ja 4 qerre. Zbulesa 6 vargu 1. Pastaj pash kur qengji hapi të parën nga 7 vulat, dëgjova një nga 4 qenet e gjalla që thoshte me zë, bubullime e shikon. Qengji hapi vulën dhe gjoni u rrëmbye edhe pa gjithë panorama se si po përballet toka. Zoti ja zbuloi ato. Zoti e di fundin nga fillimi. Edhe Zoti i hapi sytë dhe pa gjithë ato gjëra që do të ndodhin në kohën e mundimeve, pasi kisha rrëmbehet. Edhe gjoni e shikon atë. Dhe unë pash, ky është gjoni, dhe ja, është një shikim, nuk është fantazi, një kal i bardhë, dhe ajo që kalëronte kishte një hark, dhe ju dha një kuror, dhe ai doli si fitimtar për të fituar. Ky kalorës, që jepet tek zbulesa 6 vargu 2, ka hark, është mbi kal të bardhë, ka kuror, del për të fituar.
nuk është kalorësi i zbulesës 19. Kalorësi i zbulesës 19 është Zoti Jezu Krisht. Kalorësi i zbulesës 19 ka shumë kurora. Kalorësi i zbulesës është në mbi kuaj të bardhë janë të dy. Kalorësi i zbulesës 19 nuk vjen me hark. Kalorësi i zbulesës 19 që Zoti Jezu Krisht vjen me një shpatë për të goditur kombe. Janë dy gjëra të ndryshme. Ky është antikrishti. Kur kisha do rrëmbehet, antikrishti do zbulohet në tokë. Ajo që do të ndodhë, ai do të vijë të sjellë një paqe në mbar botën. Edhe njerëzit tani janë bërë në kaos njerëzimi. Nuk ka më një shtet ose një kombë që sundon mbi të tjerët. Amerika nuk është ajo që ka qenë. Kina gjithashtu, Rusia gjithashtu, Evropa, të gjitha po përpiqen të balancojnë gjërat. Po kanë probleme. Do të vijë dikush që t'i zgjidhë këto gjëra. Dhe ai që do të zgjidhë këto gjëra është antikrishti. Ai vjen si fitimtar. Ai vjen të sjellë paqe. Ai vjen që të qetësojë gjitha gjërat, gjitha luftrat në çdo skaj të dheut. Kjo është ajo që kështu fillon koha e mundimeve. Fillon me një paqe të rreme, me një paqe mashtruese, gënjeshtare. Edhe Bibla thot, kur bëjmë kontrastin zbulesës 19:11, ju do të shikoni që ky Zoti Jezu Krisht është ndryshe. Por antikrishti vjen, ai ka një hark. E dini kush përmendja e parë e harkut në Bibël? Përmendja e parë e harkut në Bibël është tek Zanafilla 9, kur Zoti nuk përmbyt më tokën sepse e vendos një hark që është ylberi, edhe thot që bën një beslidhje. Harku është pikturë e një beslidhje. Po te Danieli kapitulli 9, antikrishtit që i ka mbetur një javë, Bibla thot që kur ai vjen, ai bën një beslidhje me Izraelin. Ai vjen të lidhë një beslidhje, ai vjen për një beslidhje dhe për të sjellë paqe. Sot bota gjithnjë më shumë po rritet në antisemitizëm. Po ku kisha të rrëmbehet, antisemitizmi ka vajtur në maksimum. Fakti që Shtetet e Bashkuara janë mënjan edhe Izraeli mënjan, do të vit dita që Shtetet e Bashkuara do bëhen me botën, Izraeli do mbetet vetëm. Por nuk është më Izraeli siç ka qenë më përpara. Gjithmonë gjërat po shkojnë ata. Edhe ai do të lidh një beslidhje, por çfarë do të bëj? Menjëherë vjen kali i dytë, ai do ta prish beslidhjen. Sepse ai është i rrem në ofertën e tij për paqe. Zbulesa 3, 6, vargu 3 dhe 4. Kur ai hapi vulën e dytë, dëgjova qenin e dytë të gjallë që thoshte eja dhe shiko. Atëherë doli një kal i kuq dhe atij që kalëronte ju dha të hiqte paqen nga dheu, që njerëzit të vrasin njëri tjetrin dhe ju dha një shpatë e madhe. Gjykimi vjen, po në fillim vjen që të mashtrojë zemrat e njerëzve. Pastaj vjen lufta. Edhe kemi luftë në tokën pasi hiqet paqja. Pas kalit të kuq që është luftë, po nuk është luftë në një vend, është luftë që pllakos botën. Pastaj thot zbulesa 6, 5 dhe 6. Dhe kur hapi vulën e tretë, dëgjova qenin e tretë të gjallë që thoshte eja shiko. Dhe pashtë janë një kal i zi. Dhe ai që kalëronte kishte një peshore. Ama antikrishti do të ketë fuqinë politike. Pse? Sepse ai do të sjellë paqe, do të lidhi kombet, do të vendoset mbi tokë. E dini që pushtetet janë dhënë nga Zoti në dorë djallit. Edhe politika është në shërbim të antikrishtit. Dhe kur antikrishti të vi, pra është në shërbim të fuqive të errësirës. Dhe kur antikrishti të vi, është ndodhës që ai do të marri pushtetin politik. Po ai do të marrë dhe pushtetin ushtarak. Ai do të marrë edhe pushtetin ekonomik. Edhe do të vendosi çmimin sa do ai në gjithë planetin. Edhe Bibla thot një kenik, edhe thot një kenik gruri për 1 denar. Keniku është një njësi matse, siç keni juve ato që 1 litroshe me ujë, është një njësi matse që mban 1.1 litra. Nëse e mbush atë me grur, atëherë është afërsisht 0.8 kg grur. Nëse e kthen atë në miell, është afërsisht 0.6, gjysmë kile pak a shumë. Denari është rroga ose rroga e një dite. Tani në qoftë se e çoni Izrael sot, atëherë ajo që ndodh është 1 kilogram, 0.6 kg miell do të kushtojë 150 euro. Po e marr Izraeli si pikë referimi. Po të marrësh gjithë botën, aty do vi përsëri. Domethënë 1 kg miell do të jetë afërsisht 300 euro. A mund të imagjinoni zi e madhe, miell, makarona, gjitha që janë në produktet, gjitha në shtrenjtë.
Ai do të marrë kontrollin politik, kontrollin ushtarak, kontrollin ekonomik. Ai do të vendosi. Ai do të detyrojë njerëzit që të marrin damkën, të shesin ose të blejnë. Ai ka në kontroll çmimet. Në kohën e mundimeve, qeveria u përpoq të aplikojë këtë gjë që do të ndodh në kohën e Covidit. Perëndia u përpoq të aplikojë këtë. Edhe nëse shikoni, Covidi ishte një pikturë e asaj që përpara syve të kishës e asaj që është në kohën e mundimeve. Pushteti ekonomik, pushteti ushtarak, të gjitha në kontroll. Nuk kishte të drejtat njeriu po humbi. Akoma janë, sepse jemi në Laodicea, por Laodicea do iki, pastaj do të vi sistemi ku djalli vendos diktaturën e tij. Edhe kombet janë gati të pranojnë, por nëse është për të mirën e të gjithëve, do pranojmë ushtrit të dalë në rrugë. Nëse është për të mirën e të gjithëve, do kërkojmë qeverisë të vëri çmimin. Por do të jetë antikrishti do të kontrollojë këtë. Pa do të kemi zi. Edhe pastaj vazhdon, kemi edhe një kal tjetër që del. Edhe Bibla thotë Zbulesa 6, 7 edhe 8. Kur ai hapi vulën e 4, dëgjova zërin e qenies së 4 të gjallë që thoshte ea dhe shiko. Dhe unë pash dhe ja një kal i zbe. Dhe ai që kalëronte emrin e kishte vdekja. Dhe Hades i vinte ose ferri vinte pas tij. Dhe ju dha pushtet me një të 4 në dheu të vrasi me shpatë, me zi buke, me vdekje dhe nëpërmjet bishave të dheut. Nuk mjafton paqja rreme, as pushteti ekonomik që është centralizuar, as gjithashtu fakti që ai do të vijë dhe do të sjellë zi buke. Po vdekja vjen dhe ferri del nga poshtë e del në tokë. Edhe nëse lexoni librin e Zbulesës, të këto gjëra janë të vërteta. Te Zbulesa 9 thotë dhe ja hapi pusin e humnerës dhe nga pusi doli një tym si një xhak i madh, dielli dhe ajri u errën nga tymi i pusit dhe nga ky tym dolën mbi dhe karkaleca. Dhe atyre u dha pushtetin ngjashëm me ato të akrepave të tokës. E po ta lexoni atë, ata kanë fytyrën njeriu, kanë flok grash, edhe kanë dhëm si dhëm luani. Edhe kanë pushtet që të pickojnë njerëzit, dhe por njerëzit janë midis jetës dhe vdekjes, se të mos vdesin për 5 muaj. Do kërkojnë të vdesin, por nuk vdesin dot. A keni parë ndonjë film horror? Horrorët do t'i keni mbi tokë. Realisht. Dalin gjysmë kafsh, gjysmë njerëz nga toka, nga nën toka. Pra kemi kafsh, fytyrë njeriu, flok grash, dhëm luani. Vdekja del, ferri del. Edhe Bibla thotë, shikoni këtu, dhe kishin bishtra që ngjanë akrepave me thumb në bishtat e tyre, të cilat qëndronin fuqia të dëmtonin njerëzit për 5 muaj. Ata nuk dëmtojnë vetëm gjithë 44.000 bitë e Izraelit që kanë vulën shenjën e Perëndis. Por gjithë të tjerët do të marrin. Nuk është e lehtë ajo që është duke ardhur. Bibla thotë nuk ka patur ndonjëherë që nga fillimi i zanafillës. Tek Marku 13. Dhe nuk do të ketë kurrë më. Dhe vjen re vargu 10. Dhe mbi mbret, pra këta kufoma që dalin nga toka, gjysmë kafsh, gjysmë njerëz, kanë engjëllin e humnerës, emrit të cilët hebraisht Abadon dhe greqisht Apollon. Tani Zakaria 6, 7 dhe 8 thotë, pastaj kalojnë, përparojnë kujt me ngjyrë të kuqe të ndezur dhe kërkojnë të shkojnë për të përshkruar dheun. Ai tha atyre, kuajve, përshkruajini dheun. Ata përshkruan dheun, pastaj thirrri dhe foli. Ja, ata që po shkojnë të vendi veriu kanë qetësuar frymën time. Pra kanë sjell gjykim në gjithë planetin. Edhe Zoti është qetësuar. 4 frymra janë 4 fuqi angjëllore, demoniake, të dërguara nga Perëndia mbi tokë. Për të gjykuar njerëzimin. 4 erat, nëse krahasoni shkrimet, janë pikturë e 4 qosheve të tokës, janë pikturë e gjithë planetit. Kjo do e qetësoj. Te Isaia 30 Bibla thotë, shikoni pak, vargu 27, ja emri i Zotit vjen nga lart. Zemrimi i tij është i zjarrt dhe barra e tij është e rëndë. Domethënë, fakti që Zoti është i duruar, është i ngadalshëm me njerëzit sot. Edhe ka mirësi, edhe derë thirr, pendohuni, shpëtohuni, besoni në Jezu Krishtin. Nuk do të thotë që këto mëkate që atë njerëzimi i jep Zotit, nuk do të thotë që kjo nuk e lodh Zotin. Bibla thotë Zoti ka një barë mbi supe. Edhe kur ai vjen në ardhjen e dytë të tij, ai ka një barë dhe ai do të qetësohet kur të derdhë zemrimin e tij, për vetë gjykimit që do të derdhë për
3 vjet e gjysmë, mbi tokë, Perëndia vetë do të derdhë dhe zemërimin e tij kur të vi. Në ardhjen e dytë ai do të godasë kombet. Edhe kjo është ajo që thotë. Buzët e tij janë plot me dynjat dhe gjua e tij një zjarr që përpin. Fryma e tij si një përrua që vëshon dhe arrin deri në qafë për të shoshritur kombet. Kombet paganët. Që nga Shqipëria e deri në Kinë ku të doni, apo në Australi apo në Amerikë. Me shoshën e shkatërimit dhe për të vënë në nofullat e popujve një fre që i bëjnë të përdalin. Te zbulesa 19:15 dhe goja ati dilte një shpatë mpret për goditur kombet. Dhe ai qeveris me skeptër hekurit dhe ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë së zemërimit të Perëndisë. Pra zemërimi i Zotit që derdhe të plot fuqishëm. Dhe fundi i zbulesës 6 thot në bulën e 6, dhe mbretërit e dheut, dhe të mëdhenjt, dhe të pasurit, dhe komandantët, dhe të fuqishmit, dhe çdo skllav, dhe çdo i lirë, u fshehen në për shpella e në për krepat e maleve, dhe u thoshi maleve dhe shkëmbimeve bini bine, dhe në arfshini nga fytyra ati që rrim bifron, dhe nga zemrimi i qengjit. Qengji është plot hir dhe mëshirë, po qengji ka dhe zemrim. Thot Bibla, sepse erdhi dita e madhe e zemrimit të tij dhe kush mund të qëndrojë. Qetësimi i frymës së Zotit është në mundime kur bota do të përballet me të. Mos mendoni që Zoti thjesht ka mbyllur një sy me tëra gjërat që bota po bën. Kjo botë është duke shkuar në rrugën e gjerë të shkatërimit në përballje me gjykimin e Perëndisë sot Bibla. Edhe kemi malet prej bronzi, dhe Perëndia është duke inkurajuar Izraelin që Perëndia do të hakmerret me kombet, sepse kombet e vranë atë, e persekutuan atë dhe faktikisht nuk janë sjellë mirë me ata. Edhe do të mblidhen të gjithë në betejën e Armagedonit, në luginën e Megiddos. Edhe kjo në këtë luginë Zoti do të sjellë gjithashtu vetë gjykimin e tij. Ai do të vijë, do të hakmerret me Antikrishtin dhe gjithë ushtritë e kombeve aty. Pasi të hakmerret me to, këmbët e tij do të ndalen në malin e ullinjve. Edhe pasaj do të vendoset aty për të mbretëruar, të sundoj si mbret. Edhe Zoti do të qetësohet në vendosjen e mbretit. Pse? Sepse nuk mjafton që Zoti vetëm hakmerret. Por ai mezi pret, qofti bekuar Zoti, edhe dita më e bekuar, kur Zoti, Jezu Krisht, do të marrë lavdin mbi tokë. Dita më e lavdishme e Perëndisë është dita e Zotit. Është dita ku biri i tij do të marrë lavdin. Nuk është dita kur ai vdiq në kryq, është dita më e lavdishme për mua. Pa atë kryq nuk do isha shpëtuar. Por për Zotin është kur ai u nda nga Perëndia, ai thirrri, Perëndia im, pse më ke braktisur? Është e mahnitshme për ne, lavdi Zoti për atë ditë. Por dita më e bukur, dita ku ai do të pushoj, kur pushon Zoti me çfarë fjala? Sepse Zoti krijoi 6 ditë, por ditën e 7. Është dita ku Zoti qetësohet. Pra Zoti qetësohet me 2 gjëra. Qetësohet me zemrim pasi ka mbaruar durimi i tij, pasi njerëzit kanë abuzuar me durimin e tij, dhe qetësohet me çfarë? Me vendosjen e birit të tij në lavdi. Josueu shëlloi Zotit Jezu Krisht. E dini kush është Josueu? Josueu është gjithashtu Jezusi. Josue dhe Jezus është fjalë për fjalë një emër. Edhe bëhen 2 kurora, një kuror është pristëria, sepse ai që do të vijë do të jetë prift, edhe një kuror është mbretëria. Filizin e folën për këtë filizin që nëse ju kujtohet, do të filizoj vendin, edhe filizi ka 4 gjëra. Së pari ai prezantohet si shërbëtor. Te Jeremia është si mbret. Te Zakaria është si shërbëtor. Te Zakaria 6 është si njeri, edhe është Ungjilli Lukës. Te Isaia është hynor si Zoti. 4 ungjit, 4 prezantime të Zotit Jezu Krisht. E folëm këto gjëra ku ishin te Zakaria 3. Por ai do të ndërtoj tempullin, sepse tempulli është përdosur në kohën e mundimeve nga Antikrishti. Edhe ai do të ndërtoj tempull dhe ndërtimi i tempullit jepet nga Ezekieli 40, deri Ezekieli 48, është tempulli në mijëvjeçar. Ai do të ndërtoj tempullin. Është e rëndësishme që të kuptojmë që ende Perëndia do të ndërtoj tempullin tani. Po mënyra si e ndërton tempullin tani nuk është prej gurësh fizik në Izrael, po është prej gurësh frymëror.
I kujtohet pak kur Jezusi ishte në kryq, ndërkohë që po mendoja për këto gjëra, ndalova pak me këtë. Kur ai ishte në kryq, kishte 2 hajdut. Njërin të madh, njërin të djathtë. Interesante është që njëri nga ata u shpëtua. Pyetja është pse u shpëtua ai? Çfarë bëri Jezusi me të? A ndau gjillin ai në kuptimin që a foli fjalën e Perëndis? A tha ti je mëkatar? A tha? Sigurisht ne kemi të këto gjëra që ne na jepen që ne prezantojmë mëkatin. Por me Jezusin në kryq nuk ndodhi asnjë nga këto. Diçka ndodhi aty. Ata e tallën Jezusin. Ata e thyen ata. Nëse ti je, shpëto veten, a shpëto dhe ne. Por ata shikojnë diçka që i mahniti ata. Çfarë shohin? Ata shohin një Perëndi, shohin dikë. Edhe mbi atë lart ka një emër, mbreti i hebrejve. Edhe ata shohin që ai është komplet ndryshe nga gjithë të tjerët. Sepse ai në kryq, ndërkohë që të gjithë e fyenin, të gjithë e tallnin, dhe të gjithë ishin kundër, dhe po derdhi zemërimi, kryqëzohej, dhe kryqëzuan ata, edhe ja aty turma aty. E dini si u përgjigj Jezusi? Fali atë, se nuk din që bëj. Edhe kjo bëri të mundur zemra e njërit të thyhej nga mirësia dhe mëshira e Perëndis. Po fakti që ishte në kryq, kuptonte gjykimin e Perëndis. Edhe ajo që ndodh është, i thot kujtohu për mua në mbretërinë tënde. Ne rrethohemi nga një botë të keqe. Qa nuk duan të na punojnë? Ashtu siç ndodhi me Jezu Krishtin. Po ka një mënyrë si ne mund të prekim zemrat e tyre. Nuk është duke u përgjigjur shpuz. Nuk është duke u prefur shpatat me ta. Por duke u përgjigjur me mirësinë e Zotit. E digji që ne në natyrën tonë mund të themi si kam bërë borxh. Ma bëri borxh. Ma bëri 1 herë, ma bëri 2 herë, ma bëri 3 herë. Pyetja është, a ishte Jezusi në kryq? Qa bëri që të meritonte të ishte ati? Asgjë. Çfarë bëri ata që ata qa nuk i thanë Jezusit në kryq? Qa bëri sepse ata e vranë ata? Ata e kryqëzuan ata? Ata e shanë ata? Ata e pështyn e rrafën edhe e çuan atje? A mund të mendoni, jeni të krishterë, ne jemi të krishterë, si Krishti. Si u përgjigjemi ne këtij presionit të botës? Me mëshirë, me mirësi, fali o Zot. Apo shkojmë në përgjigje? Apo mprefim shpatat? Ne do të jemi më efektiv nëse jemi si Jezusi. Për të fituar shpirtat e humbur. E dini çfarë është që ajo anajo njerëzore? Po, se ti tha qa borxhi më ka bërë ajo, apo ku di unë kush janë komshinët, lart, poshtë, kolegët, në punë, njerëzit në qytet, ata që nuk mbajnë radhën kur jemi në radhë, kalojnë, hynë nga porta, nga dritarja, se dim si punojmë ne në Shqipëri. Ai do mbulohet me lavdi. Edhe sigurisht kur ai të vi, ai do tulet në një fron, dhe froni i tij quhet i lavdishëm, sepse nga lindja deri në perëndim, Zoti do të lartësohet atë ditë. Edhe tjetra është, do të mbretërojë në fron, në një fron fizikisht të fjalë për fjalë. Edhe Bibla thot e quhen atë fron lavdie. Ta kthehemi tani nga ana praktike. Bibla thot mençuria e bën një njeri të mos zemërohet shpejt. Pyetja që kam unë është, ne jemi të krishterë, si Krishti. A zemërohemi shpejt, apo jemi të ngadalshëm në zemërim? Ta bëri borxh një herë, dura. Gëlltit e thyri. Ta bëri borxh 2 herë, jo, s'ka. Ishte një herë njëri, ishte një prist katolik. Edhe vajti dikush e i tha, dëgjoj i tha, unë kam dëgjuar që Bibla thot, në qoftë se të dëgjuaj në njëre faqe, kthej tjetrën. I tha, ashtu thot Bibla, a e zbaton ti Bibla e zbatoj, edhe ai hapi kraun edhe avesh i priftit. U trondit që këmire mirë priftit. Edhe i tha priftit, po më mbrapa, di si veprot?
Jo, tha, nuk e di, tha. Ku do vesh ti o i zi, tani, tha. Ta në të shqyë unë. Ne duhet të gëlltisim fyërjen. Është në lavdi. Fakti që Zoti duron gjatë, i jep lavdi ati. Fakti që ne durojmë gjatë, i jep lavdi. Kur ndodhni që do lëndoni njëri tjetrin, e dini çfarë? Gëlltiteni. Gëlltiteni, motra vlezë. Është lavdi. Po e më lëndoj, gëlltite. Duro, si Zoti, jes si Krishti. Po më fyova i pashpëturi, gëlltite. Po unë do kërkoj të drejtën, dëgjo, lëri janë i Zotit hakmarrjen. Sepse zemrimi i njeriut nuk e përmbush hakmarrjen e Zotit. Lëri janë i Zotit, ai do kujdeset për ju. Zoti ish i dhemshur dhe mëshirëplot, i ngadalshëm në zemërimi i madh në mirësi. Tani pse Zoti ish i ngadalshëm? Sepse ai do që të pendohen. Edhe nëse ka gjëra që Perëndia ju flet juve, motra vëllezër, ta lini atë mëkat, lëreni. Nëse ka gjëra që Perëndia ju thot, ktheuni te Zoti, ktheuni. Mos abuzoni me mirësinë e Zotit. Po është i ngadalshëm në zemrim. Ai madh në mirësi, lavdi Zotit. A përçmon mirësitë e Perëndis? A e përçmon ato? Mos përçmon. Mirësia e Perëndis prind në pendim. Krisni zemrën tuaj. Dhe jo rrobat, domethënë jo fe jashtme, po ja sa për sy faqe. Dhe ktheuni te Zoti. Kjo është arsyeja pse Zoti duron. Kjo është arsyeja pse ai nuk na godet. Kjo është arsyeja pse ai është i ngadalshëm në zemrim, që të kthehemi te Zoti. A dini nëse kthehesh te Zoti çfarë do gjesh? E keni menduar ndonjëherë çfarë do gjesh nëse kthehesh te Zoti? E dini çfarë ndodh kur te Luka 15? Kur ai u kthye te babai, çfarë gjeti? Ai gjeti të atin që çfarë? Që po shikonte nga rruga dhe e mori dhe përqafoi. A dini çfarë të thotë nëse ju ktheheni te Zoti, pse Zoti ka duruar dhe nuk ju godet? Edhe duron edhe mëkatet pislëqet që ne bëjmë. Pse? Sepse ai do të kthehemi, po kur kthehemi te këto gjejmë, do gjejmë një Perëndi që na do. Ktheuni te Zoti. E ditë këto të gjeni gjithashtu, do gjeni dikë që rrit e dera dhe troket, hape dhe unë do të ha darkë me ty dhe ti me mua. Zoti është i mirë. Ktheuni te Perëndia. Kjo është arsyeja e zemrimit të ngadalshëm të Zotit. Edhe nëse je i pashpëtuar, pse të kalosh mundimet? Dhe pse të përfundosh ferrin, në ferr në zjarr të përjetshëm? Pendohu, besoni Jezu Krishtin do shpëtohesh. Kjo është thirrja e Zotit. Le të ulim kokat së bashku. Nuk e di në çfarë Zoti ju flet, ju sfidon, ju inkurajon, ju jep zemër, por përgjigjuni në atë që Perëndia ju flet. Jo nga ana e jashtme, po nga ana e brendshme. A nuk mund të jemi mirënjohës sa i mirë është Perëndia? Ai nuk na trajton siç e meritojmë. Por si një baba, ashtu është edhe ai me ne. Sepse ai do që ne të kthehemi dhe të zhvillojmë marrëdhënie të ngushtë me ta. Edhe ai është i durueshëm. Lavdi Zotit për ata. Po jo vetëm aq, po ai pret që edhe ne të jemi të durueshëm me të tjerë. Sepse ne jemi bijtë e tij. Edhe kjo mirësi do të bëjë që ata të mund të pendohen. Kjo mirësi që bëjmë nga të pashpëtuarve do të bëjë që ata të mund të njohin shpëtimtarin tonë. Edhe është rruga e duhur, rruga e fjalës së Zotit.